Myrto Uzuni ka qenë në qendër të vëmendjes ditët e fundit, por këtë herë jo për shkak të futbollit. Lojtari i Beratas ndau momente nga dasma e motrës së tij, duke bërë xhiron e mediave dhe të rrjeteve sociale. Në festimin e sipër, Uzuni merr në duar një sasi të madhe parash, të cilat më pas i hedh në dysheme. Një veprim që ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik. Shumë persona e kanë kritikuar gjestin e Uzunit, duke e cilësuar si një mendje madhësie dhe mungesë respekti. Këto komente kanë marrë dhe përgjigjen e lojtarit të kombëtares shqiptare. Uzuni ka shpërndar një story në llogarinë e tij në Instagram, ku ka sqaruar të gjithë se veprimi i tij ishte thjesht një akt gëzimi për motrën e tij dhe asgjë më tepër. Ai ka theksuar se paratë janë përdorur për lumturinë e familjes së tij dhe nuk janë shpërdoruar nëpër diskoteka. Video e hedhjes së lekëve ishte thjesht një moment gëzimi për motrën time. E di që gjithmonë ka shumë xhelozi, po unë jam ai që kam qenë dhe sot kam arrit t'i siguroj familjes të ardhmen. Faleminderit Zotit. Nuk I shpenzova lekët për diskoteka duke hap shisha. Do ketë njerëz që gjejnë arsye për të folur, edhe po të mos kisha hedhur, dikush do të kishte komentuar. Pra çfarëdo që të bësh, nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Unë vetëm e bëra atë që ndjeva dhe nuk ka asgjë për t'u keq kuptuar. Faleminderit atyre që e kuptojnë dhe respektojnë gëzimin e familjes. Dashuri dhe gëzime paçi në familjet tuaja. Me respekt, familja Uzuni. Lexohet në reagimin e Myrto Uzunit në Instagram.